Kjo linjë hekurudhore dhe treni që shihni pas krave të mi së shpejti do të ketë një pamje të transformuar. Hapi u hedh një ditë më parë teksa u prezantua edhe projekti i fizibilitetit të linjës hekurudhore Durrës-Prishtinë, e cila do të kalojë përmes Shkodrës. Nostalgjik për udhëtimet me tren, qytetarët shkodran thonë se pas përfundimit të investimit do të rikthehen trenit, jo vetëm si pjesë e udhëtimit të sigurt, por edhe më i lirë. Në Tiranë, Korçë, se kam pasi bajza të martume. Shumë me tren kam shkuar gjithmonë, jam kanë shumë mirë. Janë kanë më të rahatshme, janë kanë më të mirë. Gjë më të mirë s'ka. Që mes me funksionu ma makinat se po ndotin ajrin edhe po qelbet kja botë, sa është qelb. Treni është gjaja ma mirë, të bëhet sa ma shpejt. Është një mrekulli mas rrugës së kombit, kjo është rruga hekurudhore, pasurit më të mëdha që ka Shqipëria dhe Kosova. Sepse na lidhin me detrat, sepse transporti do bëhet më me hekurudhë, kështu që është gjë shumë e mirë për ne. Hekurudha Durrës-Prishtinë do të ketë si pikëkyç Shkodrën, ku nga Shkodra në Gjakov do të jenë 7 stacione me një gjatësi prej 100 km. Ky investim strategjik infrastrukturor do të përfshi 43 ura dhe 14 tunele me një gjatësi totale prej 35.3 km vetëm në tunele. Përfundimi i kësaj vepre pritet të rikthejë shkëlqimin e munguar drejt hekurudhës.